Me qiritë e lutjes në duar, qindra besimtar katolik në Lezhë u bashkuan meshës së shenjtë që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit, e cila u mbajt në katedralen e Shën Nikollit. Rituali, i cili zgjati deri në mesnatën e së shtunës, u drejtua nga i peshkvi i Diogjezës së Lezhës, Imzot Ottavio Vitale, i cili në fjalën e tij para besimtarëve, duke u referuar simbolikës së festës së Pashkëve, tha se kjo është nata që shpëton mbi tokë besimtarët dhe Jezu Krishtin nga mëkati dhe korrupsioni i botës. Kjo vigjilje e shenjtë, këto ore që jemi duke jetuar, janë çastet më të mëdha të jetës sonë, me të ngarkuara me domethënie, kjo është nata që e shpëton mbi tokë të gjithë besimtarët e Krishtin nga errësira e mëkatit dhe nga korrupsioni i botës. I siguron në dashurinë e Atit dhe bashkon në bashkimin e shenjtërve. Pas meshës së shenjtë, besimtarët e krishterë janë drejtuar në shtëpitë e tyre me dritën e jetës dhe mesazhin Krishti u ringjall.